Mi kthehemi në studio, diskutojmë tani se i takon zhvillimeve që kanë të bëjnë me i deklaratë kryeministrit Rama në prani të një gazetari greko-amerikan, cilit i tha se nuk je pasardhës e Aristotelit ose Platonit për diskutuar këtë çështje. Unë kam lidhje të drejt për drejt gazetarin Edmond Guri nga Athina. Edmond, shumë faleminderit që jam me ne. Përshëndetje nga Athina, faleminderit për të sinxoj. Edmond, parë se të nisim diskutimin, ndjekim një moment edhe deklaratën që bëri buj në mediat greke. Do t'ju lët më korrigjoni tani kryeministër, Miloj Kospajic. Në rregull, kam jo Edi Rama. Po e nisim në mënyrë fantastike, ju jeni grek apo jo? Ja pse na keq shqiptuat emrat. Këtë bëni. Nuk e dini, po e di këtë sepse jemi fqinj, kështu që ju njohim shumë mirë. Ambicia fal edhe mentorit ton, që është personi i cili dje dha një nga fjalimet më të mira që kam dëgjuar, doktor Sultan Xhabër, nuk e dini nëse keni dëgjuar, po nuk jam i sigurt. Si grek, duhet ta njohësh më mirë. Nuk e di sa më shumë mund ta njohësh, sepse prirni ti në vlerësoni pak njerëzit, mendoni se keni monopolin e filozofisë. Dhe jeni trashëgimtar të Platonit e të Aristotelit, po nuk jeni. Ky ishte momenti, Edmond, fillimisht gazetari i ngatron mbi emrin kryeministrit me apo pa tendencë, duke thënë Ramis, ndoshta një prapashtesë e dialektit helen, ai thotë që je edhe grek, madje Rama që i përgjigjet me po themi thënien që nuk jeni pasardhës të Aristotelit apo Platonit. Si është pritur në Greqi, kemi parë tituj të pafundëm të medjave. Është një reagim, do të thosha, si në vitin 2014, kur Rama ka dhënë një intervistë, ose më saktë para se të jepte intervistën për televizionin Sky në Greqi, që konsideroi si personi më negativ, më anti-grek dhe Vegël Erdoğani, dhe mediat Instagram përmeshë me Ramën. Edhe këtë radhë, ka bërë kaq buj, ka marrë kaq vëmendje dhe kaq fokus nga gjitha mediat, dhe normalisht ai që është vetë pavarësisht se unë nuk jam për të mbrojtur Ramën, por duhet të thënë një vërtet, mediat greke gjithmonë do japin atë që ata duan dhe me mënyrë se ata duan. Pra, duke mos e parë këtë komplet si incident, sa themi ose më saktë, si ngjarje, siç ndodhi dhe siç u prononcuar Rama. Normalisht Rama është identifikuar, është dhënë shumë ushqim nacionalistëve grek, cilët mezi presin dhe fatkeqësi vazhdon ende termi shqiptar të ngjallë një lloj alergjie tek mediat greke, është një diskutimi ka hershëm në Greqi, dhe në këtë radhë nuk shpëtoi as pak vëmendjes dhe shkaktari kryesor këtu ishte vetë zoti Belieri, i cili bëri një pronësim në media dhe menjëherë mediat duke kërkuar gjetën rastin, morën dhe nga mediat informacion nga mediat shqiptare, gjetën pastaj momentin e deklaratës së Rama dhe sigurisht nga djeshme deri më sot mediat elektronike, shtypi dhe televizive merren me zotin Rama. Pra, njëherë zoti Rama ja doli me një batutë me qëllim o pa qëllim, me dashje o pa dashje, të jetë në vëmendje të gjithë mediave në Greqi dhe sigurisht të kemi asaj të gërlimin e komenteve të nacionalistëve të tjerë me radhë, shqiptarët janë që nuk ka nevojë për koment me dhe. Edmond, po reagime zyrtare nga shteti grek, ka patur apo nga deputet, pra njerëz zyrtar? Apo vetëm deputetët e ekstremit djathtë? Për momente nuk ka ndonjë reagim, themi, pra gjithmonë flasim për pjesën e shtetit, flasim për shtetin grek, nuk ka një koment të tillë. Ajo që është komentuar deputetët dhe partitë e ekstremit djathtë, cilët mezi prisin një mundësi të një shans të tillë, ju dhajnë shans të tillë. Mjafton përmendi faktin që kryetari i partisë Niki në Greqi ka qelluar një takim, pra i partisë fitore që është një parti ekstremit djathtë, cila shtuan për opinionin, ideologjinë e tyre dhe mënyrën e funksionuarit, ka zhvilluar një takim me kryetarin e partisë Mega të minoritetit në Shqipëri, duke normalisht duke riprodhuar dhe komentuar pozicionimin e zotit Rama, komentin e tij të qëllimshëm apo jo,
në incidentin që ndodhi me gazetarin grek, ose më saktë me prezantuesin grek në forumin ku ata ndodheshin, por nga ana tjetër ka pasur shumë komente edhe nga një pjesë e shëndetshme e botës akademike apo edhe të fushave tjera të cilat nuk e lanë pa komentuar komentin e Ramës. Aq më tepër kur i prekun atë që quhet një plagë e pashërueshme, në më ta themi një ndjesi shumë e fortë e grekëve që nëse i cenon antikitetin është diçka e papranueshme pa precedent për ta. Ndërkohë, Edmund, lidhur edhe me debatin, ti the që u përshkallëzua dhe në deklarata për shqiptarët, a vjen një diskutim i tillë një kohë kur të paktën raportet ishin qetësuar goxha, kemi parë vizita ndërsjellta dhe një lloj dakordësie për të vijuar bashkëpunimin. Kishim dhe vizitën e Spiropalit, për shembull, pak javë më përpara. Çfarë ka ndodhur në kontekstin e madh? Nuk mendoj që deklaratat e Ramës bën në një kontekst shumë miqësor, në një forum i cili nuk ka asnjë prapaskenë apo sindikim dhe aq tepër tjetë në stadin e një prononcimi diplomatik, sepse diplomacia nuk funksionon me deklarata politike, por thjesht është një ushqim për nacionalizmin grek, nuk ndihmon në asnjë rast, aq më tepër po të vëmëre fakti që ka një rrymë shumë të fortë në Greqi dhe shoh shumë media, shumë në thonjza analistë në Greqi, të cilët me çdo kush, me çdo rast, me çdo formë dhe kur bëhet fjalë çështje nacionaliste, grekët shquhen për këtë pjesë, e kanë shumë të theksuar dhe kjo është një pikpyetje shumë e madhe për një vend që ka prodhuar demokraci, ka përcjellur dritën e demokracisë në gjithë botën dhe të ketë rënë vetë në një nivel kaq të ulët, pak një pjesë e madhe e shoqërisë të konsumohet me shumë nacionalistë, ndërkohë që e di që është komplet ndryshe, është një pikpyetje që vërtet do të merren sociologët, por në çdo rast duket që ka një agravim të situatës, aq më tepër këto rryma, që është një pikpyetje shumë madhe e çudi për ne që i referohen burimeve historike inekzistente, nuk e di në publike, dhe mundohen të paraqesë shqiptarët, dhe kjo është shumë e theksuar kohët e fundit, vitet e fundit, si me preardhje nga Kaukazi apo nga Gjeorgjia, nga një vend që quhet Albani, por dhe aty thon gjysmë të vërtetës dhe nuk thon të vërtetën, pra nëse i referohen historik, se referohen asaj pjesë që ata duan dhe jo plotësisht. Për shembull, e identifikojnë shqiptarët si jo autoktonë në Ballkan, duke insistuar që janë serbët, që kjo është një pavërtet historike, të pakën në gjëse të mu, po këtë dëshmojnë në fakt historike dhe vetë historia, dhe mundohen të identifikojnë shqiptarët ndjes si të zbritur nga pjesa e Kaukazit, nga vendi që quhet Albani, dhe të ardhur në vitet 12, në shekull 12 në Ballkan. Gjithsesi është një pjesë që nuk mendoj që ka rëndësi, por gjithsesi ushqen një pjesë të madhe të opinionit, që fatkeqësisht ka shifra shumë të larta tashmë me ideologji të ekstremit jashtë. Ndërkohë, Edmund, dhe të flisnim dhe për një temë tjetër që ka të bëjë me armatosjen e Greqisë, e cila ka marrë një tjetër fregat Kimon, një klasë e cila, po themi, është jashtëzakonisht e përparuar, vjen si një bashkëpunim me Francën dhe tashmë i bashkohet Marinës Helene, është pjesë e një plani disa miliardësh për fuqizimin e kapaciteteve detare të Greqisë, u dorëzua në ishullin Salamina, ku gjithashtu ka baza detare të Greqisë shumë pranë Athinës. Çfarë ka ndodhur? Greqia vazhdon tashmë është rikthyer në ritmin e saj të dikushme pas një mungese shumë të madhe, për më shumë se një dekade, të mungesës së pajisjes së ushtrisë me fjalën e fundit të teknologjisë apo me sisteme bashkëkohore për shkak të krizës ekonomike. Kjo maraton, në mund ta themi kështu, është shumë e theksuar, shumë e dendur dhe me disa dhjetra projekte për armatosjen e Greqisë dhe sigurisht me aleanca të reja, siç është ajo me Francën, ku dhe i përket fregata në fjalë që është e klasit Belhara, që është fjala e fundit e teknologjisë, një fregatë e cila në fakt, për te fakt që është një
anije lundruse, më shumë është një shtab komandues për të gjitha format dhe mënyrat e mundshme të komunikimit që njihet aktualisht sot në gjuhën ushtarake, të thotë komunikim të drejt për drejt në të gjitha format ajër, det dhe tokë, dhe aftësi të paimagjinueshme për shumë të fuqishme, mbrojtja apo sulmin me anë të raketave me rrezet të mesme dhe rrezet të gjatë, të cilat arrin në mijëra kilometra dhe jo në 10 apo 100 kilometra si zakonisht dihet sot sistemi që kishin anijet ose fregatat e modeleve të dekadave të kaluara. Pra është fjalë e fundit e teknologjisë, e pajisshme me gjitha komoditetet e pajisjet bashkëkohore ushtarake, është anija e parë e klasit Belhara, do të vijojnë dhe 3 tjera, ndërkohë që po diskutohet për të shtuar të flot, si me avion të gjeneratës 4.5 janë Rafael dhe sigurisht dhe me anije të tjera apo fregata të tjera. Edmond, investimi është, po të themi, firmosur më herët, a ka ardhur si rrjedhoje për plasjeve të vazhdueshme me Turqinë në Egje? Të paktën, edhe pse nuk është zyrtarisht, por analistët ushtarakë dhe gjithë kjo maraton armatimi, pra armatosja e Greqisë, ka si qëllim dhënien e përgjigje apo mundësinë e vetë mbrojtjes apo të zbrapsë një sulm të mundshëm nga Turqia, duke patur parasysh se Turqia ka në thonjza, në fuqi, ka zbërje pra sulmin, duke përmendur tu sulmet e det për detat të Erdoganit, duke thënë që mund të vim në Athinë për një natë, dhe kjo është marrë si kërcënim dhe i det për det nga Greqia. Nga ana tjetër është pretendimi i Turqisë për territor shumë të madh në Mesdheun Lindor, aq më tepër ajo që quhet në Turqi Mavi Vatan, pra është deti i kaltër, do të themi një zonë shumë e madhe mizlime, por dhe shumë ish për të cilat Turqia pretendon se Greqia nuk ka ekskluzivitet apo suverenitet mbi këto ishuj, dhe kjo automatikisht ka bërë që Greqia të vihet në lëvizje të armatoset jo brenda territorit të saj, por edhe ishujt, duke krijuar dhe lancat e reja, që ishte ajo e fundit të Izrael, Kipro dhe Athinë, të cilat Greqi, duke insistuar dhe krijuar dhe një kupol të hekurt, e cila përfshin të gjitha sistemet bashkëkohore, nga dronët pa pilot, nga raketat e mesme me rrezet të larta, apo të gjitha format që i jep një avantazh apo një forcim të mbrojtjes Greqisë, qoftë ndaj Turqisë apo ndaj vendi ku ajo ndjen rrezik. Edmond, pjesë e ceremonisë ishte edhe kryeministri Mitsotakis, si është shprehur ai vazhdimisht për çështjet e mbrojtjes, flitet që do shpenzohen deri në $25 miliard në përforcimin e armatimeve. Çfarë ka thënë kryeministri? Kryeministri deklaroi që ishte një ditë e veçantë, ditë speciale, ditë krenarie për pompën dhe kopullin grek, për vetë faktin sepse marrëdhënia greke ka qenë në një nivel me vende rivale kryesisht me Turqinë, e cila ka bërë hapa gjigante në zhvillimin e teknologjisë, në prodhimin e anijeve apo sistemeve raketore, ndërsa Greqia ishte pas në këtë drejtim dhe ardhja e kësaj fregate e kthen marinën greke në një marinë më serioze, më dinjitoze, dhe duke i dhënë dhe një mundësi plus për vetë faktin sepse ardhja e 4 fregatave Belhara i jep një avantazh në këtë kontekst. Kjo ka rikonfirmuar edhe një herë që ditë krenarie, dhe është një moment i veçantë historik për Greqinë, që e kthen atë në epokën e re, duke kthyer faqen e historisë, dhe nga këtë tutje Greqia do të insistojë të investojë në mbrojtjen ushtarake dhe në forcimin e ushtrisë, siç dhe ka thënë vetë ministri i mbrojtjes Dendias, fillimin e prodhimit të dronëve në Greqi në 2 fabrika, pra të disa modeleve dronesh, të cilat tashmë ka filluar të prodhohen në Greqi. Edmond, çfarë ka ndodhur me situatën e brendshme politike në Greqi? Kemi parë vazhdimisht protesta për çështje nga më të ndryshmet, si do ta përshkruaje situatën? Situata e brendshme vazhdon të jetë e brisë, pa situata politike, për vetë faktin sepse pavarësisht se janë me 10 skandale që nuk i kemi parë në të kaluarën, pra kaq shumë skandale, korrupsion apo një retorik të egër politike, e cila nuk ishte hasur në të kaluarën,
në pavarësisht reagimit dhe zhvillimit të popullit, duke që qeveria ka një kontinuitet sepse nuk ka një opozitë të bashkuar, një opozitë fortë e cila mund të recekonte postën e qeverisë. Kjo ka bërë që të ketë lëvizje të reja, po të kemi figura të re që pritet ose pak është njoftuar këtë politikë, si është krijimi një formacioni politik i ish kryeministit Aleksis Tsipra, por nga ana tjetër dhe kryetarës së shoqatës Aksidentit të Tembit, e cila dhe ajo ka deklaruar se të hyjë në politikë dhe gallopat asaj japin avantazh të madh, pra japin përqindje shumë të larta, të cilat sigurisht e bëjnë një rival të denj për karshi demokracisë së re, por dhe në gjithë spektrin politik, duke që ka mungesë të një leadershipi sfidues ndaj Kyriakut Mitsotakis. E qartë, Edmond, shumë faleminderit që ishe me ne. Kënaqësi të bisedonim. Ishte kënaqësi.